Nëse gjitha këtu ndeshjet që janë zhvilluar deri tash, domethënë ka me qenë një ndeshje e fortë, po shihet në të gjitha ndeshjet domethënë ka më pak pikë se zakonisht, domethënë diku ndaj 80 më tepër, pak më shumë më pak. Ka me qenë një ndeshje e fortë. Trepça ka përparësinë, ka atmosferën, ka publikun, ka lojtarët, ka trenerin, domethënë gjithçka shkon ka ona Trepçës, në favor Trepçës. Po nuk është për me nënçmu dhe Bashkimin se ka ardhur në si ekip e parë ka hyrë domethënë në play-off. Edhe e ka mujt Trepçën 2 herë, plus në kampionat e ka mujt edhe 2 herë. Kështu që nuk është diçka që nuk mundet me bë Bashkimi, mirë po në këtë rast përparësia është te ana Trepçës. Po i lojmë krejt që ka ndodhur deri tash edhe krejt faktet edhe statistikat. A mendoni që Trepça do ta ngrit trofeun në Mitrovic Mërkurën apo po shkojmë lojën në shtat? S'pjuves kush ka mu bu kampion, po... Unë mendoj që Trepça po, do ta ngrit domethënë Mitrovic, të ishte gjitha përparësitë që i ka, po prapë se prapë duhet me tonë fush, duhet me jap maksimumin, duhet me pas angazhimin, duhet me fitu